Ditën e djeshme në median tonë u publikua rasti i Noa, një djalë 2 vjeçar, i cili jetonte me nënën e tij spanjolle dhe e martuar me një shqiptar në një proces divorci. Bashkëshorti me emrin Erindi Krasti mori djalin që e shikonte dhe e takonte çdo fundjavë dhe të javën e kaluar, të shtunën e kaluar, e mori djalin dhe nuk u kthye më, duke fikur dhe numrin e telefonit. Dhe unë jam në një lidhje të drejtë për drejtë me Pamelën, e cila është nëna e djalit 2 vjeçar Noa. Si ka qenë marrëdhënia juaj me ish bashkëshortin? Në fillim gjithçka ishte mirë, si çdo marrëdhënie tjetër, por ndërsa kaloi koha, ai filloi të bëhej shumë xheloz dhe kontrollues. Dhe kjo ishte ajo që filloi të shkaktonte konflikte të mëdha në martesën tonë. Gjërat filluan të përkeqësoheshin pas lindjes së Noas, sepse ai donte që unë të mos flisja me askënd, madje as me fëmijën. Ai ishte shumë mbrojtës dhe kjo ishte një nga arsyet kryesore të problemeve tona. Ai donte që unë të isha si një shtëpiake, të qëndroja në shtëpi, të kujdesesha për fëmijën, të gatuaja, të pastroja, siç thoshte ai, gjithçka. Sí, solo quería a una persona que fuera ama de casa, o sea, que estuviera en la casa con el niño, que cocinara, que limpiara. Entonces, pues eso empezó a desencadenar todos nuestros problemas. Okay, Pamela, Për një javë Noa nuk është në shtëpi. Sí, nosotros estamos en un proceso de divorcio. Ne jemi në proces divorci dhe gjykatësi ka vendosur që të bëhej kështu, sepse për shkak të punës së tij, udhëtova në Itali dhe ishim atje për disa muaj. Ideja ishte gjithmonë që të ktheheshim në Meksik. Më pas u ktheva në Meksik sepse ai më kërkoi që të shkoja me Noan, edhe ai do të mbërrinte pas 1 ose 2 muajsh. 2 muaj kaluan edhe ai nuk u kthye. Kështu e kuptova se ishte xhelozia e tij ajo që po na shkatronte. Në shtëpi ai kishte vendosur kamera dhe më kontrollonte gjithmonë. Ishte si të jetoja në burg. Unë vendosa të mos isha më në këtë marrëdhënie dhe nuk doja që Noa të rritej në këtë atmosferë, kështu që u divorcuam. Ai erdhi të takonte djalin në fundjavë që të qëndronte një natë me të, dhe të nesërmen nuk e ktheu më. Nuk mund të flisja më përmes WhatsAppit dhe nuk merri asnjë përgjigje. Shkova në adresën që kishte dhënë në gjykat, trokita në derë, por nuk dëgjova asgjë. Nuk e di ku është ai. Për këtë arsye nisa kërkimet. Gjeta një rezervim në emrin e tij, kishte marrë një makinë me qira, që duhet ta kishte dorëzuar të hënën, por ai nuk e kishte dorëzuar atë. Kur shkuam në agjenci përmes GPS, zbuluam se makina ishte braktisur në kufirin jugor të Meksikës me Guatemalën, dhe që aty nuk kishim asnjë informacion për të. Nuk e di ku është, ai nuk përgjigjet më në thirrjet e mia dhe nuk kam asnjë informacion për fëmijën tim. Que salió hacia Guatemala porque la frontera sur entre México y Guatemala casi no hay filtros migratorios. Y pues desde ahí no sabemos nada de él. Él no me contesta las llamadas. No sé cómo está mi hijo. Pamela, a keni ndonjë kërkesë për autoritetet shqiptare? Po, kërkoj ndihmën tuaj për të mësuar se ku është djali im. Asnjë antar i familjes së tij nuk më ka kontaktuar. Jam përpjekur të shkruaj atyre në rrjetet sociale, por nuk kam marrë asnjë përgjigje. Ai ka dërguar një mesazh vëllait tim ku i thotë: "Shpresoj të merrni një mësim dhe se do të shihemi në Shqipëri. Kështu ju lutem më ndihmoni që të gjej djalin tim." Si po jetoni këto momente? Pues ha sido una semana muy difícil. Ka qenë një javë shumë e vështirë, shumë shqetësuese. Kur nuk kam qëndruar kaq gjatë pa fëmijën tim dhe jam shumë e dëshpëruar. Nuk e di si do të veproj më tej, po bëj gjithçka që mundem këtu në Meksik, por nuk kemi asnjë informacion dhe thjesht dua që të më ndihmoni ta gjej. Estoy desesperada, no sé, ya estoy haciendo lo que está en mis manos aquí en México, pero
no tenemos ninguna información y solo quiero que me Ok. ayuden a encontrarlo. Ok, Pamela, gracias. Gracias. Pra, ndoqëm intervistën me Pamelën, është nëna e djalit 2 vjeçar, Noa, dhe i bën thirrje autoriteteve shqiptare të bëjnë punën e tyre me qëllim që të lokalizojnë nëse Erindi Krasi, babai i djalit 2 vjeçar, i cili e ka marrë fëmijën dhe është zhdukur, ka hyrë në Shqipëri apo jo, apo në formën e ndihmës që mund t'japi policia e shtetit, duke ndihmuar qoftë edhe me bashkëpunimin që ka me Italinë, pasi Erindi Krasi është rezident në Itali.